kënaqësi. Profesor, e nisim me dialogun. Pra, me sinjalet për një rikonfigurim të rolit ndërkombëtar në të gjithë procesin e dialogut, vëmendja tashmë është vendoset nga forma drejt përmbajtjes. Si shikoni, profesor, çfarë ndryshon realisht pra në arkitekturën e dialogut nëse përfshirja amerikane do të kalonte nga rol mbështetës tashmë në një rol udhëheqës? Nëse me lejoni ta bëj një kronologji të shpejtë. Tashmë në Kosovë do të thonë dialogun nuk mund të themi se do të zhvillohet në të njëjtën formë siç është bërë në të kaluar. Për shkak se jemi pak a shumë në rrethonat e reja brenda Kosovës, por edhe në rrethonat e reja gjeopolitike në aspektin ndërkombëtar. Duhet ta kujtojmë se që nga viti 2021 Kosova sa i përket çështjes me strukturat kriminale serbe që kanë qenë në krye me Radojčićin, Veselinovićin dhe grupacionet e tjera të tilla, pra nuk është më në gjendjen e njëjtë për shkak se në dhjetor të vitit 2021 Shtetet e Bashkuara të Amerikës morën hapat e parë ku i fotën në sanksione Radojčićin, Veselinovićin, plus 9 anëtarë të tjerë dhe po ashtu rreth 22 entitete dhe biznese të ndryshme serbe, do të thotë që janë në kuadër të grupeve kriminale dhe që nga pastaj më njëherë pas disa muajve Kosova morri fazën e ardhshme e cila ishte spastrimi i veriut nga grupet e kriminale dhe po ashtu edhe pjesë të tjera të rajonit të Kosovës dhe u kthye një gjendje e cila tashmë është në kontrollin e strukturave të sigurisë së Kosovës dhe tashmë siç dihet edhe nëpër media publikohet vazhdimisht gjenden armë të deponuara të cilët janë fshehur në të kaluarën për gjatë kësaj periudhe kanë qenë edhe 2 sulme terroriste dhe 10 tentime të tjera që janë bërë nga këto grupe kriminale. Dhe pas gjithë këtij procesi tashmë në Kosovë nuk figuron një gjendje e cila do të mund të bënte kompromise me grupet kriminale, por është një gjendje e cila duhet të bëhet një kompromis ndërmjet shteteve, jo për çështjen e statusit të Kosovës, por për çështjet e cilat e dërgojnë drejt njohjes reciproke. Sepse edhe dokumenti i nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kongresi dhe presidenti Donald Trump tashmë ka bërë të qartë që rajoni kufizohet sa i përket lëvizjes së territorit, që nuk nënkupton që gjithë në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në çështje sociale si të tilla gjithçka është evoluosur dhe pafundësisht, por sigurisht që janë vendosur disa baza ku nuk mund të ketë ndryshime territorësh, ku nuk mund të ketë gjendje të cilat do të prishnin planet strategjike të cilat janë tani për tani. Dhe në këto momente, atëherë dialogu sigurisht që ka një gjendje krejtësisht tjetër dhe palët nga Kosova dhe Serbia ulën në tavolinë në gjendje krejtësisht tjetër dhe tashmë mund të them kemi hapat e parë sepse ishte çështja e takimeve sa i përket të pagjetur dhe nëse nuk bëhet hapi i cili është më i fuqishëm që të gjenden të pagjeturit, ku edhe qytetarët në Kosovë, sidomos familjet të cilët kanë të humbur në këto tragjedi, në këto masakra nuk lehtëson, atëherë edhe procesi i paqes do të jetë shumë i vështirë. E qartë, profesor, nga ana tjetër, Ballkani Perëndimor sigurisht që mbetet një hapësirë kundërturen edhe interesat e fushive të mëdha globale. Si mund të ndikojë një dokument amerikan në të gjithë balancën e sigurisë rajonale, por edhe në raportet me aktorët e tretë, pra këtu si Rusia edhe Kina? Do ta kujtojmë që në Kosovë dhe në rajon ka pasur plane për ndryshime territoriale, të ndryshme tashmë ato të cilën janë vërtetuar shumë më shumë dhe ato janë parë të dëmshme dhe janë ndaluar si proces nga vendor dhe ndërkombëtar për shkak se kanë prekur shumë strukturat e sigurisë, çdo prekje e tillë ka prekur të gjithë rajonin, që nuk nënkupton që tashmë ne mund të themi që 100% gjithçka është ndaluar, sepse në një eskalim të gjendjes globale ne nuk e dimë se çka mund të shpërthej pastaj, por në një strukturë normale dhe të parashikueshme siç jemi tani, atëherë këto çështje janë ndaluar dhe këto çështje nuk përbën një rrezik për ndryshime strukturale dhe vetmja çështja që mund të bëhet është shkruarja drejt paqes. Bashkuara të Amerikës ka vite që tashmë e shtyn përpara procesit që Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë me njohje reciproke ndërmjet njëra tjetrës, sepse nëse Kosova dhe Serbia nuk shkojnë drejt një paqe të tillë, atëherë nuk do të rrezikosh vetëm këto 2 vende, por edhe vendet e tjera si Maqedonia e Veriut, Bosnia dhe Hercegovina dhe Mali i Zi. Kemi parasysh faktin që më njëherë pasi Kosova anëtarësua në bordin e paqes ishte reagimi i Lavrovit, ministrit të jashtëm të Rusisë, i cili deklaroi që
Ne jemi në bisedimet e vazhdueshme me Washingtonin dhe nuk kemi rezultate, por ka hapa pozitive sa i përket çështjes së Ballkanit, Bosnjës së Hercegovinës dhe rajonit. Dhe pra ka vazhdimisht plane të ndryshme të cilat dëshirojnë që këtë proces ta dëmtojnë. Janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ata të cilët me këtë strukturën e tanishme që kanë ndërtuar në Ballkanin Perëndimor janë duke ruajtur paqen dhe janë duke ruajtur edhe stabilitetin, madje edhe të vetë Serbisë, sepse Serbia ka një kërcënim të vazhdueshëm nga strukturat e tyre kriminale që të ndërmarrin masa ndaj vendeve fqinje. Po flas gjithmonë jo nga popullsia si tërësi e Serbisë, por nga strukturat kriminale të cilat përfaqësohen nga Aleksandar Vučić. E qartë, profesor, përfshirja më e fortë një aktori global shpesh rishkruan dhe raportet ekzistuese në ndërmjetësimit. A rrezikon ndoshta kjo qasje të dobësojë rolin evropian apo synon një rikonceptim të bashkëpunimit transatlantik? Së fundi në analizat geopolitike dhe në analizat e marrëdhënieve ndërkombëtare shumë shpesh na del që evropianët ose të dy anët e Atlantikut, SBA-ja dhe evropianët janë duke pasur thyrje të mëdha. Realisht thyrje ka pasur gjithmonë gjatë historisë, ne e dimë këtë, por nuk janë thyrje geopolitike, nuk janë thyrje strategjike dhe nëse kurdo që beson këtë çështje është e pamundur që të ndodhë për shkak se të dyja ndërvaren nga njëra tjetra për çështje ekonomike dhe për çështje të sigurisë. Përplasjet mund të jenë faktoriale dhe përplasjet mund të jenë, të themi, në ato çështjet e afat shkurtra, por jo në çështje afatmesme dhe afat gjata, sepse përderisa kemi pasur një bashkim evropian i cili vazhdimisht ka tentuar ta krijojë një gjeopolitikë të pavarur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijimin e një ushtrie të pavarur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë sigurisht se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që akoma ta mbajnë rolin e vet si udhëheqës strategjisë perëndimore dhe në këtë formë atëherë edhe bëjnë hapa për ta ruajtur këtë çështje, por nuk mund të flasim për thyrje të një boshti i cili do të dëmtonte komplet strategjinë e tyre e cila është ndërtuar tashmë që nga lufta e dytë ose fundi i luftës së dytë botërore deri me tani. Andaj edhe çështjet e tanishme mund të jenë momentale, mund të jenë të cilat paraqesin çështje të ndryshme, por megjithatë mbesin në të njëjtat kontura, mbesin në të njëjtat interesa dhe pak a shumë kanë edhe të njëjtat armiqë të përbashkët. Kur themi armiqë, për shkak se Rusia dhe Kina të dyja shprehin interesat e tyre që të shtrinë, për shembull Rusia ka hapësinë e Heartlandit që të shtrinë territor sa më shumë nga Ballkani dhe nga Evropa qendrore, ndërsa Kina ne kemi parë që ka tashmë edhe Belt and Road Initiative ku janë 14 anëtare nga vendet e Ballkanit, ku vetëm Kosova nuk është anëtar i saj dhe shumë vende nga Bashkimi Evropian, duke përfshirë që ishte në një moment edhe Italia anëtare e saj madje. Dhe kjo pa të ndodhur në një moment jashtëzakonisht kritik ku në vitin 2019 posa Bashkimi Evropian bante mbledhje se si të ndalin ose të frenonin geopolitikën e Kinës, në moment më njëherë disa ditë pastaj Italia bëhe anëtare e këtij grupi. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur merr hapa të tillë, mund të them nganjëherë që janë edhe të shëndetshëm për vetë Bashkimin Evropian për shkak se e kthen vëmend që duhet të largohen nga projektet e Kinës si Belt and Road Initiative dhe po ashtu të largohen nga projektet e Rusisë sa i përket çështjes së gazit dhe furnizimet e tjera me derivate. Këto ndoshta do të bënin edhe një rikonfigurim, por një rikonfigurim i cili do të forconte edhe interesat europerëndimore. Profesor, sa i përket të gjithë proceset të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, mendoni se tashmë ka një presion më të shtuar nga ana e ndërkombëtarëve drejt Serbisë? Presionet së fundi sigurisht janë të shtuara drejt Serbisë, sepse në krye të këtij shteti ekziston një gardë e cila paraqet interesa mafioze dhe një gardë e cila është munduar të luajë politika gënjeshtare, një gardë e cila nëse shikojmë nga aspekti ushtarak, gjejmë si në formën formale dhe jo formale në çdo luftë të përfshirë ku kanë shitur armë në forma klandestine në forma të organizuara, pra kanë qenë të përfshirë në çdo lloj krimi, pastaj njerëzit e tyre janë të përfshirë nëpërmjet inteligjencës serbe dhe inteligjencës ruse në Francë, në Gjermani, në Bashkimin Evropian dhe në çdo vend ku ka ndodhur ndonjë incident, janë njerëzit e tyre të përfshirë, pastaj janë të përfshirë edhe në shumë krime të ndryshme. E kemi rastin se fundi ku zbulua që njerëzit e Rusisë dhe Serbisë akoma janë të angazhuar, të njëjtit njerëz të cilët kanë tentuar ta vrasin
Gjukanovićin, ish presidenti dhe kryeministri në Malin e Zi, akoma janë shumë aktiv në Malin e Zi dhe akoma janë duke rekrutuar njerëz, dhe po ashtu përveç tjerësh ata kanë luajtur edhe një politikë ku kanë gënjur të gjitha palët, sidomos në anën perëndimore, dhe në fund janë krijuar një por për ndikimin e Rusisë nëpërmjet Serbisë në Bashkimin Evropian dhe në perëndim si tërësi. Duhet ta kemi parasysh edhe faktin që Serbia është përfshirë vazhdimisht në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga viti 2016 sidomos, ku është krijuar grupi nga Marko Gjurića, Olga Ravash dhe grupacionet e tjera. Pastaj është munduar që ta luajë lojën me dy karrike edhe me demokratët dhe republikanët atje, dhe përveç tjerash po ashtu ka gënjur në shumë fakt, në shumë çështje dhe ka kryer sulme terroriste kur janë dalur argumente të fuqishme, madje së fundmi eksplozivi i cili është përdorur në rastin e sulmit në Iber Pence, është dalë që është i prodhuar nga fabrika e personit që është mik dhe i afër me Aleksandar Vučićin, dhe përveç tjerë po ashtu edhe ruan Milan Radojčićin dhe terroristë të tjerë, dhe nuk i dorëzon ata që të shpërballen me drejtsinë, por nuk i dorëzon të përballen me drejtësi as në Serbi, as në Kosovë, dhe të gjitha këto sigurisht që nuk mund ta lejojnë vendet demokratike që ta mbajnë edhe me gjatë një lloj njeriu të tillë dhe ta mbrojnë, dhe patjetër që Serbia atëherë për shkak të Aleksandar Vučićit do të vazhdojë që të futet në presion edhe të futet në atë presion e një faktori destabilizues të rajonit, sepse është ajo Serbia e cila ka ndërhyrë edhe në çdo rajon tjetër, në Bosnjë-Hercegovinë, në Malin e Zi, në Maqedoninë e zgjedhjeve të ndryshme, në mendimin e Rusisë. Dhe patjetër që tani do të fillojë të ndihet ai presioni dhe të përfundojë politika e paqëtimit që është përdorur deri më tani ndaj Vučićit, për shkak se Vučići nuk ka treguar hapa që ai është i gatshëm të bëjë një diplomaci e cila do ta